Me rezultatin 3-0 është përmbyllur ndeshja miqësore në mes dy vllaznive, asaj të Shkodrës dhe Elit të Milanos. Takimi i luajtur në stadiumin Loro Boriçi është dominuar nga futbollistët e trajnerit Edi Martini. Në pjesën e parë ekipi shkodran shënoi 2 herë, fillimisht në anë të Grudës dhe më pas me Malën. Ndërkohë, në pjesën e dytë është shënuar edhe një gol i tretë nga ana e Tafilit që ka vulosur rezultatin përfundimtar 3-0 në favor të vllaznisë. Pas kësaj fitoreje, trajneri Edi Martini thasë mori sinjale pozitive nga ekipi i tij. Po normalisht i kënaqur, një 12 ditë stërvitje, është ndeshja e parë që bëjmë. Edhe me të mirat, me të këqijat e veta, jam i kënaqur në përgjithësi, kena gjëra me rregullu sot dush, sepse edhe kemi ndrru modulin e lojës, nuk është e lehtë, domethënë për javë ditë ta marrësh, megjithatë shëja pozitive, gjëra të mira, normal që shumë punë më bë. I kënaqur, në përgjithësi jam i kënaqur, është hera e parë që losim edhe me grupin. Thash jam i kënaqur, normalisht thash duhet pak kohë me u ingranu me grupin, po megjithatë jam i kënaqur. Ndërkohë, presidenti i vllaznia Elit, Bernard Xhekaj, tha se kjo miqësore ishte historike dhe shtoi se bashkëpunimi do të vazhdojë. Për ne ishte një anër gjithmonë të banim një ndeshje miqësore me vllazninë e Shkodrës, i thënë me zemrën tonë që i kena pas gjithmonë. U arrit kjo ndeshje për të bërë. Jam shumë i kënaqur, shumë për edhe vllazninë e Elit, që i thënë lat maksimumin për skuadër amatore si jena në atë ligat tona. Shumë i kënaqur. Duhet me vazhdu. Unë mendoj se po duhet jetë diçka e bukur me vazhdu. Me shkëmby ide, me shkëmby mund të jetë edhe lojtar, mund të jetë Milan dorën njëri tjetrit për ne gjallë që mund të vazhdojnë mirë përpara. Pse jo? Në këtë ndeshje vëllazërore, të dy ekipet kishin dëshirë të testojnë veten dhe ja arritën me sukses qëllimit të tyre.